Obama sulmon Trump çdo ditë është si Halloween. Ish presidenti amerikan Barack Obama ka dalë sërish në skenën politike me kritika të forta ndaj Donald Trump gjatë një tubimi elektoral në New Jersey në mbështetje të kandidates demokrate për guvernator të New Jersey-t, Mickey Sherrill. Obama tha se vendi po kalon një periudhë të errët duke akuzuar administratën Trump për paaftësi qeverisëse për shkeljet ligjeve dhe përçarje. Çdo ditë shtëpia e Barr sjell një seri të re ligjesh pa kujdesish dhe marrëzish. Kemi një president që përdor departamentin e drejtësisë për t'u hakmarrë ndaj kundërshtarëve politik. Obama akuzoi Trump se ka zvendësuar prokurorët e pavarur në njerëz besnik, se ka shkarkuar oficer të ushtrisë për arsye personale dhe se ka përdorur gardën kombëtare për qëllime politike. Ish-presidenti kritikoi gjithashtu mënyrën se sipas tij administrata Trump ka trajtuar institucionet, shkencën dhe qytetarët amerikanë. Kemi zyrtarë që mohojnë shkencën dhe promovojnë mjete mashtruese, ndërsa qytetarë amerikanë merren nga rruga vetëm pse nuk duken si amerikanë të vërtet. Kjo nuk është Amerika që njohim. Fjalimi i Obamës u prit me entuziazëm nga mbështetësit.